ditë me radhë, Çoçoli, kthehemi tek ajo që u debatua për sa i përket projektit. Pra, është një projekt që ka pikë pyetje, apo ju jeni sigurt që është një markë, qoftë ky marka Trump apo një markë tjetër që vjen nga Katari për investimet të tejshme të Shqipërisë? Po tash, investuesi kryesor Mumtaz Al Kayat është në listën e 20 biznesmenëve më të mëdhenj të Katarit. Katari është vendi që në daljen e parë të presidentit Trump në administratën Trump 2 u angazhua për $1 triliard investime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky zotëri zotron një kompani që quhet Urban Trading and Contracting, që është e 42-ta në botë për nga ndërtimi, nga aftësia gjeneruse e ndërtimit. Ka ndërtuar rreth 8% të real estate-it të Londrës. Është, si thua, me investimet e tij ndërtimore i pranishëm në gati 42 shtete në botë. Është ndër si përmarrësit, edhe pse mund të ketë origjinë siriane, më të respektuar, jo vetëm të Katarit, por të gjithë komunitetit biznesit të gjirit persik. Ka shumë investime edhe në vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që për nga niveli i standardeve kërkojnë realisht maksimumin. Kështu ju gjykoj se ky që po sjell parat, i praktikisht ka sjell 187 milion euro për ta blerë tokën. Që i ka depozituar tash. Është diçka shumë serioze. Jam shumë dakord me atë që 4 miliard nuk është se do t'jepen brenda ditës. Do të transferohen siç u transferohen brenda ditës 187 milion eurot e blerjes në 150 hektarëve të Zvërnecin. Por mendoj që ka një efekt kaskad, gjithnjë në një investim të markës dhe të rëndësishëm të huaj. Çfarë është ky efekt kaskad? Së pari sjell brende. Çfarë janë brendet? Janë rrjete hoteliere të nivelit më të lartë, që ftojnë në strukturat që ato ndërtojnë, të themi turistët e sotëm dhe të 20 viteve të ardhshme. Cili është turisti i sotëm që po kërkohet shumë? Dhe pse mesdheu jon, 1/3 e gjithë turistëve të botës dhe paras, se jo të numrit, po të paras, i merr pikërisht ky mesdhe. Spanja, për shembull, me shifrat e fundit, ka thithur pjesën më të madhe të 40 milion vizitorëve, turistëve që shkonin deri tani në gjirin persik. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që ato 4 miliard, edhe pse nuk vinë në ditën e parë, kanë efektin kaskad të sjelljes së një interesi shumë të madh të turistit të një niveli më shumë se sa turisti i Byrekut që kemi sot. Një kompani nuk ka nevojë për reklamë dhe po të më lejosh ti mund të jap edhe emrat e 3 rrjeteve të famshme hoteliere, sidomos në gjirin persik, në botën arabe, por edhe që pritet të vinë në Tiranë. Po. Në Jen Atlantis. Atlantis nuk të shkon në asnjë resort pa 300 deri në 500 shtretër. Çfarë duhet të them me këtë? Deri tash ne jemi mësuar, qoftë edhe me investimin e rëndësishëm në Palas, që kemi 200 vila. Kemi 200 vila apartamente që nuk është se e angazhojnë ekonominë rurale gjatë gjithë vitit. Po, e qartë. Ndërsa kemi një hotel me vetëm 100 shtretër. Në këtë investim që konsiderohet më rëndësishëm në jugun tonë deri tash. Ky investim që do të vi me Atlantis, Mandarin Oriental dhe Cheval Blanc. Të treja këto. Po ku i dim ne këto fotos për sa kohë kemi projektin? Edhe kjo është mungesë e transparencës. Të hapin në internetin dhe të shikojnë se çfarë janë këto emra dhe çfarë përveç. Jo, në rregull, emrat i njohim, po ku i dim që do vinë këtu. Duke ardhur këta, në radhë parë do kesh me mira shtretër. Dhe për secilin shtrat do kesh 4 punonjës, sepse ky është standardi. Në rast se sot ti ke një hotel që e konsideron të luksit dhe ke një punonjës për një shtrat dhe ke hotel me 100 shtretër. Kam përshtypjen më pak thuaj se një. Se mund të jetë 10 shtretër një punonjës. Shumë mirëdashje. Po, e qartë. Por ty do të vinë të paktën 2 ose 3 hotele nga këto 3 rrjete. Dhe në qoftë se janë 300 deri në 500, unë kërkoj ndjes ekonomisë janë, po jap edhe shifrën totale, bëhet fjalë për rreth 12.000 punonjës që do të jenë me kohë të plotë, jo thjesht ndërtues. Janë vende pune po. Jo thjesht punëtor në nivel të ndërtimit. Por nuk është çështja thjesht ke vendet e punës, që për ne është gjëja kryesore. Sepse e tha me shumë të drejtë më përpara zoti Ali Bej. Ky vend po braktiset sepse s'ka hapësira, nuk ka mundësi që të përdori asetet e veta. Çfarë janë asetet tona? Është kuzhina jonë e mrekullueshme. Por këto rrjete do mashtronin gjithë botën në rast se do sillnin parmigianon italiane në kuzhinën
e këtyre hoteleve kaq të nivelit të lartë në Zvërnes, apo edhe në Sazan. Ata do sjellin domatën shqiptare, kastravecin shqiptar, specin shqiptar, gatimet karakteristike shqiptare, sepse turisti i sotëm, që nuk është thjesht një turist milioner, është turist që do një eksperiencë jetësore. Dhe turizmi ka ndryshuar shumë, që ta kuptojmë. Prandaj edhe është industria numër 1 e vendit tek ne dhe ka shumë perspektivë. Sepse ky turist që nuk do jetë më turisti byrekut i fundjavës me 35 euro të një linje qoftë edhe nga Londra, për të ardhur për një fundjavë interesante ndryshe në Tirana apo në Shqipëri, do jetë një turist që do vi për një eksperiencë unikale. Dhe kjo eksperiencë unikale do marrin ngjyrat domosdoshmërisht të produkteve tona, të markave tona, të verave tona, sepse ndryshe ai mashtron klientelën e vet, që e kanë në nivele të qindra mijëra klientëve dhe që e kanë në biznese të 10 miliarda dollarëve. Në këtë kuptim, unë to 3 emra që ti përmenda si një garanci për efektin kaskadë. Fatos, një pyetje sepse kam dëgjuar, jo vetëm nga ajo që tha Rama, po edhe në një kërkim që kam bërë, biznesmeni kanadez Peter Mang, i cili erdhi në Shqipëri në vitin 2006 për të investuar në portin e Durrësit. Erdhi në qershor 20 vite përpara. Kush e largoi? E largoi indiferenca e qeverisë së ateshme. Vëri emrin, cili ministër, ose cili kryeminist një ka pas në atë kohë, po them cili ministër u bë shkak që ai të largoi. Pra, ajo qeveri... Dhe pse u largua? Ai u largua sepse... Sepse unë pash një vit më vonë bëri një super investim në Malin e Zi. Në qoftë pyete, dhe në qoftë se më lejë... Në qoftë se ke, do të pyet Zona Libea, se nuk e di që e ministratër jo, po jap histori. Ishte në qershor të 2006. Erdhi me një plan konkret që i kishte pëlqyer Durrësit duke parë disa, sepse në atë kohë nuk funksiononin rrjetet sociale dhe i kishte thjesht me një regjistrim të një gazetari në Kanada që ishte interesuar. Erdhi me një plan konkret që në pjesën jo tashmë të zhvilluar edhe në 2006 në të Durrësit, që është pjesa e si thua sportit 2700 vjeçar, por në pjesën e kepit të Rodonit e mëtej, të bënte diçka siç e bëri në Porto Montenegro. Dhe kur erdhi këtu